Mirë dita, mirë ditë ose mirë mbrëma, mirë themi dhe gjus të dashur. Mirë se vini në edicion të veçantë, një emision që sot i kushtohet tërësisht një prej momente më të mëdha dhe me historike për kombin ton, pavarësisë së Kosovës. Me 17 shkurt 2008, në zemër të Prishtinës u hap zyrtarisht linja e një shteti të ri në Europë, Republika e Kosovës. Një ëndër shkollore, një sakrificë brezash, një rrugtim i gjatë plot sfida, dhimbje, por mbi të gjitha një shpresë dhe besim për liri. Sot kujtojmë të gjitha të që dhanë jetën për këtë ditë, dëshmorët, luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe çdo qytetar që nuk u dorëzua kurrë përballë padrejtësive. Pavarësia nuk është vetëm një akt politik, ajo është identitet, është dinjitet, është e drejtë për të jetuar të lirë në tokën tënde. Në këtë emision do të rikthejmë momente kyçe të historisë, do kujtojmë rrugtim drejt lirisë, do flasim për sfidat dhe arritjet e shtetit tonë në Republikën e Kosovës dhe mbi të gjitha për të ardhmen që na pret. Qëndroni me ne, sepse sot me shumë se kur festojmë krenarin ton, Kosovën i lirë, të dashur dhe të pashuar. E ne, ku ka më mirë se të vazhdojmë emisionin me Ilir Shaqirin, jam Evropa. I tregoj